Jemi. Vendosemi. Kam zgjuar disi më herët. Megjithëse premtja është një nga ditët e javës që unë dua më shumë, nuk dua të hënë fare. Duhet sigur java duhet nisi të martën, pasi ka nisur të hënën. U zgjova dhe doja ta përcjellja këtë ndjesin për një mirënjohje që kam për shumë mesazhet që kishin ardhur sot pas një tekst vetëm me flamurin, me zemrën, me gëzuar 28 nëntorin. E kjo më bëri të shkoj pas në kohë. Kur unë kam qenë studente, 20 vjeç, dhe shansi, zoti, koha e solli që në fakultet atëherë të kishim një mundësi për të aplikuar dhe për të marrë pjesë në trajnime të shkurtra jashtë. Po jashtë diskutojmë Evropa në atë kohë, Evropa jugore dhe lindore. Kam për të pas gjithmonë peng një momentum timin kur shkonim tek sportelet me pasaportën dhe kam sot shumë prekje emocionale kur e kujtoj se si unë dhe 4-5 student tjerë që shkonim për këto trajnime të shkurtra që shqyqyr që u mundsuan atë kohë, her pas here tek sporteli ndjeheshim as pak mirë që pasaporta shqiptare nuk na jepte përveç se një përçmim nga policët në për ato sportelet e kontrollit. Edhe kishte nga ata që edhe pasaportën e nxjerrin nga xhepi në moment fundit, që gjatë radhës aty të mos shihej që ishte shqiptar. Jemi kthyer në kohë, kemi shkuar atje ku jemi krenar që jemi shqiptar. Mendoj që po. E kam shumë emocion për këtë. Shqiptarët me të mirat dhe me të këqijat e veta, të njohur për punë të rrezikshme, apo dhe këtu po i quaj sot vetëm të rrezikshme, se nuk dua as të gjykoj njëri, as të hyj tani në moralizma, apo të hyj në politizime, apo të hyj në patetizma, që disa i quajnë çunat e Londrës, disa i quajnë çunat e Amsterdamit, rrezikun, punët e paduhura e tjerë, por duke i lënë më njanë gjitha këto, se kemi kohë dhe i diskutojmë mjaftueshëm. Por a e kanë arritur shqiptarët që në botë të bëjnë emër? Në 30 sa vite e kanë arritur. A e kanë arritur shqiptarët këtë që ndërsa bëjnë emër për veten e vet të përulen para flamurit vet dhe mos t'i humbin rrënjët, e kanë arritur në qindra edhe mira vite, po të doni, të mbjetojnë mes fqinjve të vështirë, mes rrethanave përçarse, mes parave përçarse edhe në elitën shqiptare dhe tek politika shqiptare, jo vetëm këto 30 ca vite që vazhdon. Do më duhej mua 20 vite eksperiencë politik për të kuptuar që po ka një agjend anti-shqiptare. Do më duhej mua shumë vite në jetën time të kuptoja që pasi kisha studiu gjatë që patriotizmi nuk është çështje primitivizmi, që patriotizmi për vendin tënd ka të bëjë me ty vet, nuk ka të bëjë me vendin. Ne na duket sikur duam flamurin dhe po duam vendin, në fakt po duam veten, sepse ky vendi ashtu siç është, me gjithë epitetet e veta, me gjithë problemet e veta, me gjithë avantazhet e veta, është unë. Patjetër që sot është një ditë që gjithë mund të postojnë flamuj në për rrjete, është një mënyrë për të tregu dashurinë për Shqipërinë. Shumë shpesh kam pasur zonja të arrira që më thonin duket se Shqipëria është grua. Jo sepse mbaron me A, po sepse vuan, mban, duron, ndoshta për ato, në një mënyrë në të cilën gruaja di të duroj dhimbjen.
tek shumë poet dhe mendimtar shqiptar, Shqipëria është quajtur nën, ama. Pastaj ke atë që quhet atë dheu, dheu i atit. Pastaj ke më dheu, në të njëjtën gjuhë tonën, në të njëjtën frekuencë letrare gjuhe e kam fjalën, pra në të njëjtën mënyrë letrare të shprehurit. Por një gjë është e sigurt që atë dheu shtëpia është streha, është streha e vetes. Do ta them prapë këtë. Atë dashuria është pjesë e vetes tonë. Nuk ka pasur pak debate për atë që është zhvatja, është shqyrja e publikes për t'ia dhënë privates. Ka qenë një kohë në të cilën thuhej që ajo që ishte brenda derës ishte shtëpia ime, ajo që ishte jashtë derës duhej zhvatur, duhej përfituar. Patëm një periudhë tranzitive, shpresoj shumë që gjithçka që ishte hapësira e përbashkët i vendosnin disa atulla mure dhe mbysnin publiken duke marrë qoftë 2 metra brenda apartamentit vet. Të njëjtën gjë patëm me rrugën, të njëjtën gjë patëm me kunjat para derës, të njëjtën gjë patëm me shkatrimin e publikes në fill pas viteve 90, të njëjtën gjë patëm me ndërmarrjet, të njëjtën gjë patëm me njerëzit, me një luguni urrëtie vijojmë sot të gjykojmë të tjerët. Të njëjtën qëndrim kam unë kur shikoj në publik që ka një lukuni nevojash për të sharë sa më shumë apo për të përfituar nga klikimet nëpërmjet sharjeve, e që ti qëndrosh kësaj me një lloj dinjiteti, me një lloj njerëzilliku dhe mos biesh prej asaj që do të duhet edhe nga ana tjetër t'jesh i dëgjuar, jo t'jesh edhe in dhe mos t'jesh jashtë trendit kohës. Nuk është gjë e thjesht, po asgjë e thjesht nuk është e bukur. Gjërat janë vështira, prandaj janë të bukura. Ishte e vështirë për ne të ktheheshim tek patriotizmi. Ishte e vështirë për ne të kuptonim që megjithse shumica e shqiptarëve ishin më të suksesshëm jashtë se brenda, ose brenda ishte kaq e vështirë brenda vendit të ishin suksesshëm po aq sa jashtë, e megjithatë kthehen ata që janë jashtë Shqipërisë, diaspora, vjen gjatë gjithë kohës me një dëshirë ideale her pas here që bëjnë gjërat të kështu, atje bëjnë kështu, pse në Shqipëri nuk bëjnë kështu. Sigurisht do kohën e vet, por do ta them 1000 herë ato që i kam shkruar dhe do t'i kthem pak atyre që kam shkruar se nuk i kam dhënë vlerën e duhur në komunikim. Shqipëria nuk është e harruar, është e vonuar. Askush nuk e harron këtë vendin tonë nga ne. As ata që janë jashtë, as ne që jemi këtu. Por vonesa në të bërjen e gjërave siç janë të duhura nuk është dëm. Ne e dim disa gjëra se si duhen bërë. Ne e dim disa njerëz që nuk duhen falur në udhëheqësinë e Shqipërisë. Ne e dim disa njerëz që nuk janë rrugën e duhur në udhëheqësinë e Shqipërisë dhe përsëri tolerojmë me idenë që çudia më e madhe këtu zgjat 3 ditë dhe e mira më e madhe do 3000 vjet. Jo, nuk është kështu, është çështje vullneti, njësoj si me jetën personale. Shqipëria është unë, është ti, Shqipëria është ne. Toka është e begat, sigurisht ju mund qeshni, ne kemi qeshur plot herë që thuhej dhe vazhdon thuhet tipologjia që s'ka det si joni, s'ka plazh si joni. Ka detet bukura, ka brigjet bukura, ka plazhet bukura. Çështja është që s'ka një mënyrë për ta ndjerë plazhin tjetër, detin tjetër, bregun tjetër njësoj si tonën. Sepse është e jona, sepse është vetja jonë, është ne. Kur thuhej që mire bëri se pasuru për vete pavarësisht se zhvati publiken, dikur edhe justifikohej nga uria që kishin shqiptarët për të pasur një lloj pasurie se vinin nga një varfëri ekstreme.
Sot kemi filluar të kuptojmë dhe të mësojmë të gjithë si shoqëri, si popull, që pasuria e përbashkët është po aq mirëqenie personale. Çfarë do lloj luksit kesh brenda? Një hap pas derës tënde kur fillon mirimi është edhe për ty, edhe për mua, edhe për fëmijën tim tëndin. Nuk na ruan asgjë nga mirimi, nëse shumica është keq e pakica është mirë. Ta duash flamurin, simbolin, Shqipërinë me një pjesë të vetes, duke lënë një pjesë të vetes sepse të ka dhënë veten, identiteti. E për te atyre që postojnë sot, edhe me shumë kënaqësi është postimi, edhe kur e sheh, edhe kur skuq kudo në faqet e në rrjetet sociale, duhet kemi edhe reflektimin për të lënë diçka nga vetja jonë për vendin dhe për te kalu pak veten tonë për të përbashkëtën se na e kthen prap. Ky vend na bëri këto që jemi. Sot unë mendoj që ja kemi treguar vetes dhe një pjesë të mirë të botës që kaq të vegjël në vogëlsinë tonë gjeografike në raport me botën e madhe, në raporte midis popullsisë dhe arritjes, në raporte mes vogëlsisë dhe mbijetesës, në raporte mes pamundësisë dhe krijimit të mundësive për veten tonë, jemi të jashtëzakonshëm. Dhe unë kam një himn për Shqipërinë, po një himn i madh është për shqiptarët e vet, që e bëjnë Shqipërinë e madhe, kudo ku janë. Edhe mirënjohje sot kam për shqiptarët që din të lënë një gjë nga vetja apo të japin veten për Shqipërinë që i ka bërë ata që janë, me të njëjtën mirënjohje të ndërsjellë. Gëzuar.